A e din që u bo mirë për neve gamerat? E-sports mundet mu bo sport olimpik zyrtar në Los Angeles 2028. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka nis procesin për me fut lojnat elektronike si disiplinë sportive, pas suksesit të madh në Olympic Esports Week 2023, ku kanë marrë pjesë mbi 500.000 garuz nga 120 shtete. E në atë edicion janë testu lojna si Fortnite, Gran Turismo, Rocket League edhe Virtual Taekwondo. Tu e kallëzu që ata që pëmënona me kallëzu adhone që e-sportsi mund t'jeti strukturum so sportet tradicionale. E në 2028 në Los Angeles mundën mu prit lojna si League of Legends, Counter, Valorant edhe Fortnite. Këto kanë mi pas garat e tëne zyrtare, ku lojtarë kanë me përfaqësu shtetin e tëne për medalje olimpike. E gjyshedim, disa shtete tash kanë fillu mi trajtu gamerat si atlet profesionist, me regjime të ushtrimeve, dieta në ushqim, edhe trajnime psikologjike pas çdo loje. Olimpiada përshek ta si mundësi për mi lidh gjeneratat e reja me sportin, një mënyrë për me tregu koncentrim, refleks edhe strategji. E tash vish imagjinoje, për herë të parë në historinë një gamer ko me ngrej flamurën e vendit vet për medalje olimpike veç të najtu. E tash kallëzëm, a menon që një ditë Kosova mundet me pas ekipën e vet olimpike në e-sports? Mos haro me komentu edhe mos haro me bo follower ban FM këtë platformat, po ashtu subscribe në YouTube.